Krishti u ngjall. Krishti u ngjall. Besimtarët ortodoks të Pogradecit kremtuan me devocion festën e Shenjtë të Pashkës, duke u mbledhur në mesnat në katedralen Ngjallja e Krishtit. Në tingujt e kambanave dhe një atmosferë të mbushur me dritë e besim, qindra besimtarë morën pjesë në meshën e ngjalljes, duke përcjellë një nga momentet më të rëndësishme të kalendarit ortodoks. Në mesnat në refrenin e njohur Krishti u ngjall, vërtet u ngjall, u shpall lajmi i madh i ngjalljes së Jezu Krishtit, i cili u prit me gëzim dhe emocione nga të pranishmit. Riti fetar u drejtua nga atë Vasil Jovani, i cili udhëhoqi lutjet dhe mesazhin e kësaj nate të shenjtë, duke theksuar rëndësinë e besimit, shpresës dhe dashurisë për njëri tjetrin. Besimtarët ndezën qirin duke shpërndar dritën e shenjtë mes tyre, një simbolik që përfaqëson fitoren e jetës mbi vdekjen dhe të mirës mbi të keqen. Kremtimet e Pashkës në Pogradec mbeten një traditë e rëndësishme shpirtërore dhe kulturore që bashkon komunitetin në një atmosferë harmonie dhe paqeje. Me vdekje, vdekje, shke,